Duke parë dashurinë e tyre të çmendur në ekran, duket sikur janë bërë për njëri tjetrin, por sapo kamerat fiken, ata janë gati të shkatrojnë njëri tjetrin. Çiftet perfekte turke, pasioni të cilëve na çmendi të gjithëve, në realitet kaluan një ferr të vërtet. Sot do të zbulojmë sekretet më të errta të prapaskenave të serialeve turke, për të cilat producentët kanë heshtur. Serialet turke njihen në mbar botën për një veçori unike, kimin e jashtëzakonshme mes personazheve kryesor. Turqit këtë e quajnë ujum, që do të thotë harmoni e plotë dhe përputhje energjive të dy aktorëve. Fansat çmenden pas tyre, krijojnë mira faqe në Instagram dhe Twitter, montojnë video romantike dhe besojnë sinqerisht se nëse dy njerëz shikohen atë mënyrë në ekran, atëherë mes tyre ekziston edhe një romans në jetën reale. Shikuesit dëshirojnë që pralla të bëhet realitet, por e vërteta e ashpër e industrisë turke e televizionit është se kjo prallë shpesh krijohet fal profesionalizmit të aktorëve, ndërsa pas kamrave fshihen grindje, lot dhe tension i brendshëm. Seriali Ego me Melisa Asli Pamuk dhe Alperen Dujmaz. Ky serial pritej me padurim të madh. Melisa dhe Alpereni kishin luajtur së bashku edhe disa vite më parë në serialin Përplasja. Atëherë çifti i tyre dytësor arriti të linte në hije edhe protagonistët kryesor. Producentët vendosën të përfitonin nga nostalgjia e fansave dhe i ftuan përsëri në rolet kryesore të një projekti të ri ambicioz. Në posterat promovues ata dukeshin të përkryer, një bukuroshe e ftohtë dhe e paarritshme përballë një djali romantik me zemër të madhe. Publiku priste një shpërthim pasioni, por shpërthimi ndodhi prapa kamerave dhe ishte një skandal i jashtëzakonshëm. Problemi ishte disiplina. Orari xhirimeve nuk fal vonesat. Çdo minutë pritje i kushton prodhimit mira lira. Alperen Dujmaz, i njohur për karakterin e tij të fortë dhe për kushtimin maksimal ndaj punës, mbërrinte gjithmonë në kohë në shesh xhirim. Sipas disa anëtarëve të ekipit, Melisa shpesh vonohej në dhomën e grimit ose vinte me vonesë në xhirime. Një ditë tensioni arriti kulmin, i gjithë ekipi, përfshi regjisorin dhe Alperin, e priti aktorin për disa orë. Kur Melisa më në fund bërriti, Alperin nuk u përmbajt mend. Para të gjithëve ai e kritikoi ashpër dhe i tha çfarë mendonte për mungesën e profesionalizmit të saj. Melisa, e cila nuk e duronte një ton të tillë, ju përgjigj me po aq agresivitet, shpërtheu një konflikt i madh. Ata bërtitën aq fort ndaj njëri tjetrit, sa producentët u detyruan t'i ndanin në anë të ndryshme. Melisa u largua nga shesh xhirimi, refuzoi të xhironte atë ditë dhe i tha drejtuesve se nuk mund të dilte nga traileri, derisa Alperin të kërkonte falje. Por pjesa më interesante ndodhi më vonë. Alperin, jo vetëm që nuk kërkoi falje, por publikoi edhe një postim të gjatë në Twitter, ku i tregoi fansave për sjelljen e koleges së tij dhe deklaroi se nuk do të toleronte mungesën e respektit ndaj punës së ekipit të xhirimeve. Më pas aktorët hoqën njëri tjetrin nga rrjetet sociale. Në episodet e mbetura ata vazhduan të interpretonin një histori dashurie, ndërsa në të vërtetë shikonin njëri tjetrin me sy të ftohtë. Sapo dëgjoi komanda u krye, ata largoheshin menjëherë në drejtime të ndryshme, pa shkëmbyer asnjë fjalë. Can Yaman është një nga simbolet më të mëdha të bukurisë në Turqi dhe idhulli i miliona grave në mbar botën, por në fillimet e karrierës së tij, ai u përfshi në një skandal që për pak sa nuk i shkatroi reputacionin. Në komedinë romantike, kush prej nesh nuk ka dashuruar, ai luante për krah aktores elegante, Selin Soider. Në ekran ata ziheshin e pajtoheshin me ëmbëlsi, duke krijuar kimi klasike të një komedie romantike. Por prapa kamerave zhvilloi një thriller i vërtet me elemente aksioni, që në fillim të xhirimeve, aktorët nuk arritën të gjenin gjuhën e përbashkët. Can ishte ambicioz, impulsiv dhe shpesh përpiqej të ishte në qendër të vëmendjes. Selin, e cila në atë kohë kishte më shumë përvojë si aktore, nuk e fshikte bezdinë e saj ndaj sjelljes së tij. Debatet e tyre verbale u bën një rutinë e përditshme për ekipin e xhirimeve. Por një ditë konflikti kaloi çdo kufi. Gjatë provës së një skene, aktorët nisën sërish të debatonin për mënyrën se si duhet të thuheshin replikat. Një fjali solli tjetrën, toni u ngrit dhe një shpërthim zemërimi të pakontrolluar. Can Yaman kapi një gotë me çaj të nxehtë dhe hodhi drejt Selin. Të gjithë të pranishmit mbetën të shokuar. Gotës ju thye xhami dhe për fat të mirë, aktorja shpëtoi pa pasur lëndime të rënda. Selin Soider u tmerrua dhe u zemërua aq shumë sa u largua menjëherë nga shesh xhirimi. Ajo punësoi një truproj sepse kishte frikë të qëndronte pranë Xhanit dhe ngriti pa di kundër tij për fyerje dhe sulm. Producentët u përfshin nga paniku.
Atyre ju desh të rishkranin me urgjencë skenarin, në mënyrë që personazhet e tyre të shfaqeshin sa më rrallë së bashku në skena. Në fund Selin u largua plotësisht nga seriali dhe u zvendësua nga një aktore tjetër. Proceset gjyqësore zgjatën disa vite. Në përfundim, gjykata e shpalli Xhan Yaman, fajtor dhe e detyroi të paguante një gjop të konsiderueshme financiare. Seriali Sila, kthimi në shtëpi, me aktorët Cansu Dere dhe Mehmet Akif Alakurt. Ky serial u bë një fenomen i vërtet i kohës së tij. Ai theu të gjitha rekordet e shikuesmërisë dhe i hapi rrugën dramave turke në lindjen e mesme dhe në Ballkan. Historia e një vajze të re, e cila martohet me detyrim me kreun e ashpër në një krain të largët, preku zemrat e miliona shikuesve. Publiku qante para ekraneve, ndërsa shikte se si mes një burri të egër, autoritar dhe krenare Sila, lindte një dashuri e jashtëzakonshme dhe e thellë. Por ajo që bente Mehmet Akif Alakurt në shoqërim ishte shumë larg romantikës. Mehmeti doli të ishte një njeri me karakter jashtëzakonisht të vështirë, autoritar dhe agresiv. Ai besonte sinqerisht se ishte ylli kryesor dhe i vetmi i projektit. Sipas kujtimeve të anëtarëve të ekipit të xhirimeve, ai sillej si një tiran i vërtet, bërtiste vazhdimisht ndaj stilistëve dhe kostumeve, poshtëronte asistentët dhe kërkonte të trajtohej si të ishte një hyjni. Cansu Dere, një aktore kulturuar, elegante dhe e qetë, mbeti e tronditur nga sjellja e partnerit të saj. Ajo i urrente konfliktet dhe përpiqej të qëndronte sa më larg këtij. Por Mehmetin e irritonte qetësia e saj. Ai fillonte t'i gjente vazhdimisht të meta, t'i bente vërejtje për interpretimin e saj dhe të përpiqej të dominonte jo vetëm në ekran, por edhe në jetën reale. Marrëdhënia mes tyre u kthye në një humner të ftohtë. Cansu Dere vinte në shoqërim, interpretonte në mënyrë brillante skenat e një dashurie të çmendur, me lot në sy, por sapo regjizori jepte komandën ndërprerje, fytyra e saj ngurtësoi menjëherë. Ajo kthehej në trailerin e saj dhe refuzonte kategorikisht të dilte prej andej nëse Mehmet Akif Alakurt ndodhej pranë. Pas përfundimit të xhirimeve, Cansu Dere deklaroi publikisht se nuk do të pranonte kurrë më të punonte me Mehmet Akif Alakurt, edhe sikur t'i ofronin gjithë arin e botës, dhe ajo e mbajti fjalën. Seriali Fatet të kryqëzuara, Nurgul Yesilçai dhe Erkan Petakaya. Kjo ishte një përballje titanëve. Nurgul dhe Erkan janë superyje të klasit të parë në Turqi, aktor me përvojë të jashtëzakonshme dhe autoritet të madh. Kur u bashkuan në projektin Fatet të kryqëzuara, seriali u ngrit menjëherë në vendet e para të shikueshmërisë. Dashuria e pjekur dhe e vetëdijshme e personazheve të tyre bërtheu para ekraneve familje të tëra. Por betejë e egove prapa kamerave rezultoi aq shkatërruese sa çoi në një skandal të paprecedent në historinë e televizionit turk. Problemet nisën nga skenat e puthjeve. Erkan Petakaya, i cili mban qëndrime konservatore, deklaroi se nuk do të luante më skena intime dhe nuk do të puthe në ekran, sepse kjo bie ndesh me bindjet e tij. Nurgul, si një aktore me pikpamje më moderne, e konsideroi këtë hipokrizi dhe mungesë profesionalizmi. Ajo madje tallej hapur me kërkesat e tij, duke thënë se po xhironin një dramë dashurie dhe jo një dokumentar për murgjit. Tensioni rritej me shpejtësi. Aktorët filluan të jepnin intervista, në të cilat fyenin njëri tjetrin në mënyrë të tërthortë. Situata arriti deri aty sa ata refuzonin kategorikisht të luanin në të njëjtat skena. Vetëm mendoni, personazhet kryesor të serialit, të cilët sipas skenarit ishin të dashuruar marrëzisht me njëri tjetrin, refuzonin të qëndronin në të njëjtin kuadër. Regjizorët u detyruan të përdornin metoda të jashtëzakonshme. Ata xhironin Nurgulin dhe Erkanin veçmas, një ditë të ndryshme dhe më pas, gjatë montazhit, bashkonin skenat në mënyrë që të dukej sikur ata po bisedonin me njëri tjetrin. Në disa raste përdorin edhe dublant, duke filmuar nga shpina. Në fund, Nurgul Yesilçai nuk e përballoi me këtë presion psikologjik dhe u largua nga seriali tepër i suksesshëm, pikërisht në kulmin e popularitetit të tij. Pas largimit, ajo dha një intervistë të fortë ku e akuzoi Erkanin për mobbing, dhunë psikologjike dhe seksizëm. Kjo ishte një luftë e vërtet shkatërruese, ku në fund nuk pati asnjë fitues. Seriali Dashuri e Zezë nuk është thjesht një serial, ai është një fenomen global dhe i vetmi projekt turk që ka fituar çmimin më prestigjioz televiziv Emmy. Historia e Kemalit dhe Nihanit bëri të qante gjysmën e botës. Shikimet e tyre, lotët e tyre dhe dashuria e tyre e pamundur e dëshpëruar dukshë aq reale, sa shikuesit luteshin që aktorët
të ishin çift edhe në jetën reale. Burak Özçivit dhe Neslihan Atagul dukeshin si çifti më i bukur në botë, por pas kësaj magjie të jashtëzakonshme, fshihen një nga konfliktet më të mëdha të showbizit turk. Në sezonin e parë, aktorët ishin vërtet miq të mirë, ata shoqëroheshin edhe me familjet e njëri tjetrit, qeshnin në shoqërim dhe mbështesnin njëri tjetrin, por më pas ndërhyri xhelozia. Bashkëshorti i Neslihanit Kadir Dogulu filloi të bëhej shumë xheloz për Burakun, i cili konsiderohej një nga aktorët më të pashëm të Turqisë. Në mediat u bëra pënzera se Kadiri i kishte ndaluar Burakut të përqafonte Neslihanin jashtë skenave të xhirimit. Në një intervistë Burak Özçivit tha pa u menduar, Kadir po shqetësohet kot, unë dhe Neslihani jemi thjesht profesionist. Kjo fjali e zemëroi shumë Kadirin. Ai u përgjigj me një postim të ashpër në Twitter, duke akuzuar Burakun për arrogancë. Konflikti mes dy burrave u pasqyrua menjëherë edhe në marrëdhënien mes protagonistëve. Neslihani zgjodhi të mbështeste bashkëshortin e saj dhe me saj dhe Burakut u ngrit një mur i ftohtë. Situata u përkeqësua edhe më shumë nga Fahriye Evcen, partnerja e Burakut, e cila gjithashtu nuk e fshihte xhelozinë e saj ndaj skenave romantike. Si rezultat, sezoni i dytë i dashurisë së zezë u xhirua në një atmosferë armiqësie të plotë. Skenat më prekse dhe më të dhimbshme të dashurisë, ato që na rëngjethin të gjithëve, Neslihani dhe Buraku interpretonin, ndërkohë që sipas këtij rrëfimi, ndjenin një antipati të thellë ndaj njëri tjetrit. Ata komunikonin vetëm përmes asistentëve. Sapo dëgjoi komanda u krye, largoheshin menjëherë në drejtime të ndryshme, pa shkëmbyer as edhe një fjalë.